Përshëndetje, përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 13, data 13 janar të 2026. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme mbi çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me disa lajme të papritura. Por këto lajme të papritura unë nuk them që është diçka surprizë ose diçka e mirë, po di unë, pa ditur fillimin ose arsyen e çështjeve që unë kam dhe dua të di. Në lidhje me këtë gjë, unë ju them që ndikimet ose mënyrat e favorizimet që kanë të bëjnë për sa i përket pikërisht datës 13 të ditës së martë është një ndikim mjaft ndikues për një arsye. Sepse Mërkuri nga Briciapi, që formon një kënd me Jupiterin në Gafore, ky është një kënd që kërkon shumë vëmendje, pasi egzagerimi, premtimet dhe fjalët e mëdha do t'japin dhe do marrin. Qëllimi një premtimi mund të jetë vërtet i sinqert, por në këtë proces është e pasigurt nëse do të realizohet. Pra, le të jemi të kujdesshëm në ato që premtojnë në entuziazmin tonë, në mënyrë që të mos dukemi të paqëndrueshëm më vonë. Pra, më të kujdesshëm që duhet të jenë shenjës dash, gafore, peshore, bricjap, sepse kanë bëjnë shumë ose ata që në ditë të dytë të këtyre shenjave. Mënyra dhe mundësia, ajo që unë e them të madhe, ka të bëjë shumë sepse kjo ditë është më mirë të dëgjojmë dhe të flasim pak. Atëherë e kemi fituar lojën. Sepse të tjerë do kuptojnë, do kujtojnë, duan shumë që neve të nisim diçka ose të merrem me diçka. Në fundit kjo është një ndikim ose një periudhë që vërtet koha ka treguar që gjërat janë aty ku duhet, por sa të gatshëm jemi ne që ti themi po një diçkaje të rëndësishme ose një gjë që neve mund të nisim ose mund të bëtisim në anën tonë. Megjithatë, unë do thosha që kjo periudhë ndikon shumë në atë çka do të bëjmë. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithë çka ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numër për katës të blerjes, pastaj jeni gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe duke klikuar, e klikoni direkt dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti me juve ose doni që të bëni një parashikim momental, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të arritur ato që dëshironi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju që së dashit të duket se kjo periudhë është periudha që ndryshon dhe dikton lidhje me punën aktuale, lidhje me disa gjëra që vërtet kjo periudhë është mjaft surprizuese, është mjaft ndikuese, se siç e patëm në fillim të emisionit, ku janë disa gjëra që lidhen, janë disa gjëra që vërtet mund mos jetë ajo çka juve kërkoni dhe doni, por në anën tjetër është periudha ku gjërat do jenë më ndryshe ose do keni diçka në anën tuaj, sidomos lidhjet ose gjërat e tjera që kërkojnë vëmendje ose gjërat që kërkojnë kohën e duhur. Por megjithatë, tani kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe kërkohet vëmendje për sa i përket punës, për sa i përket
karrierës dhe gjërave të tjera që do të keni në vazhdimsi. Mirë është që të shikoni çfarë do të bëni në vazhdim. Megjithatë, në lidhje me një takim dashurie, duket se është se ka kuptimin e vet me virgjëresh dhe gafore. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndikuese, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës demit, me qenë se është pikërisht kjo mundësi që do të keni, është dhe momenti në fakt për arsye të punës, për arsye të karrierës suaj, sepse kjo është lidhje me karrierën dhe lidhje me ndryshimin e madh që bëhet tani e tutje, por gjithashtu e keni mundësinë dhe jeni mjaft me fat në çështjet e punës, lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me disa ndryshim pune. Por, me qenë se nuk është problem kjo, sepse të zgjidhni juve, nuk ka merakun për këtë gjëra, sepse gjithmonë jeni me fat në ato që bëni, jeni me fat në që të kërkoni, por në çështje që lidhen me anën e dashurisë, lidhjet që janë bëjnë me gafore dhe me bricak janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është një shenjë mjaft ndikuese në lidhje me disa vendime të rëndësishme, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se kanë disa mundësi ose disa çështje që mund të arrihet ajo çka kërkoni, dhe binjakët nga njëra anë munden që të jenë koherent me kohën, koherent me ekonominë, koherent me gjërat, por në anën tjetër mund të ndikojnë shumë lidhje me ndryshimet, lidhje me vendimet, lidhje me marrjen e suksesit të gjërave të arsyeshme që duhet keni dhe momentin që do të arrihet ajo çdo gjë, por megjithatë kërkohet që pak kujdes mos nxitoni në vendime që do të merrni, sepse janë vendime të rëndësishme. Mbasditja duket se ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforës. Për sa përket gaforeve, gaforet duket se kanë gjëra shumë të rëndësishme, por ajo që duket edhe bie në sy është momenti dhe mundësia e artë që ata kanë. Gaforet duket se sado që të vinë gjëra, ngado që të kthehen, por është një moment mjaft i mirë tani, në lidhje me periudhën, lidhje me kohën, lidhje me ndryshimet dhe takimet që bëhen, por këto janë takime rutinë, nëse ta marrim kështu, është, nuk e diskutoj, por bëni nga ora 2, do ishte mirë për juve të shenjës së gaforës, sepse është koha juaj më e mirë, që do thosha unë, se zakonisht jo se problemi qëndron tek puna ose tek njerëzit që nuk ju kuptojnë që ç'ke me ta, por nuk ju pëlqen mënyra se si ju veproni dhe ndryshoni, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë mjaft ndikuese, mjaft provokuese ka njëra anë, por në anën tjetër duket se kjo ditë e martë është ditë që nganjëherë u jep mundësinë dhe kohën e duhur për punën dhe për karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dashë dhe me akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e luanëve. Meqense se luanët duket se kanë mjaft dëshira, se dëshira është gjë e madhe në fakt për të arritur në finish, ose koha, puna, mundësia dhe periudha që ndodhin fenomenet, ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me vështërsitë që ndodhin për luanët, por tani kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të ditës së parë, ujor të ditës së tretë, duket se kanë diçka shumë të rëndësishme në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa i përket virgjëreshës, duket se virgjëresha tani në këtë periudhë është në ndikimin më të mirë të saj, edhe pse ka disa probleme të vogla ose disa gjëra që nuk shkojnë ashtu siç e pretendojnë, por mënyra dhe mundësitë janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë me ekonominë ose me gjërat e tjera që do të ndryshojnë disa gjëra në lidhje me favorizimet
lidhet me kuptim plot të çështjeve, por është një moment mjaft i mirë tani tutje. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dashjet e ditës së parë, ujorët e ditës së tretë dhe ndikimi më i madh do thotë që është me Bricjap, sepse keni mundësi për të biseduar ose e lënë për gjysëm një çështje që nuk është zgjidhur akoma, por gjithsesi kjo periudhë është e mirë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Çfarë ndodh me peshoret? Për peshore duket se tani në anën e tyre është një moment mjaft i mirë dhe studiojnë shumë në fakt, por edhe momentet e tjera që ta kanë, është një moment mjaft i mirë mbi zgjidhje të problematikave ose kohën e duhur për marrjen e vendimeve të rëndësishme në çështjet e tyre, por gjithashtu lidhet në anën e punës, lidhet me karrierë, lidhet me ndryshimet të tjera që do të ketë tani tutje, por është koha më e mirë, e mundshme dhe më e zgjidhshme për sa i përket ekonomisë dhe gjërave të tjera. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor duket e bara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Për sa i përket akrepëve, akrepët marrin marrin stafetën në lidhje me takimet e tyre, sepse tani për tani nuk jo se kanë probleme ata, po e zgjidhin disi vetë dhe është e koha tani, është momenti tani, momenti më i mirë i mundshëm mbi disa takime, disa bisedime të rëndësishme, mos harrojmë këtë, dhe koha ka të bëjë me gjithçka që vendime që merren, periudha që juve keni, është një mundësi, është një kohë, është një periudhë, është një vendim. Dhe gjitha këta është koha juaj më e mirë e mundshme për sa i përket ekonomisë dhe stabilizimit. Në çështjet shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me peshk dhe me gafore duket e para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shijetari. Duke pasur parasysh juve të kësaj shenje, ju jepet mundësia, koha, vendimi, ndryshimi, mënyra se si gjërat vijnë, por njëkohësisht edhe periudha të ndryshme që juve keni, sepse është një kohë shumë e rëndësishme, është një kohë që përcakton, vendos në anën tuaj të ekonomisë dhe jo vetëm. Megjithatë, kjo periudhë duket se ju ndihmon dhe keni mundësinë për zgjidhur gjithçka ju keni doni dhe në anën tjetër të ekonomisë, duket se është ndikimi më i mirë dhe koha e duhur për sa i përket ekonomisë. Por dashuria duket se gaforre peshk është e juaja, prandaj bini pas mos ma lini pas dore, sepse e lënia pas dore të lë pas dore. Bëni si doni pas dore, kam drejtë të them. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapit. Për sa përket bricjapëve, duket se tani për tani jeni në kohën e duhur, në momentin e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën e financave, të biznesit dhe të karrierës. Por një kujdes të veçantë do t'ju thosha miqtë e mi të shenjës së bricjapit, mos mund të nxitoni në marrje vendimesh, por në kohën e duhur mund të zgjidhni gjërat siç dëshironi, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër e rëndësishme në ekonominë dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe me peshore duket më bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorëve. Për sa i përket ujorëve duket se kanë të bëjnë shumë me ekonominë, me stabilizimin, me ndryshimin, me vendime të rëndësishme që mund të keni, por njëkohësisht është një moment mjaft i mirë dhe kjo është solide në anën tuaj, por në dy raste, në dy çështje shumë madhore që kanë të bëjnë puna, kanë të bëjnë dhe ndryshimi i madh që juve të shoqëruarit e keni shumë qejf për sa i përket ndryshimit, por koha ka treguar që jeni me fat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dëm duket të para. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshqve dashur, sado që gjërat janë në vështirësi ose keni pasur probleme, probleme për juve janë të zgjidhura, sepse ja keni arritur qëllimin, sepse keni mundësinë, sepse keni rëndësinë që jepni gjërave, dhe një nga momentet më perfekte dhe më pozitive ideale është mënyra dhe mundësia se si vijnë gjërat në kohën e duhur, momentin e duhur dhe momentet që keni në anën tuaj.
Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e ditëshit parë, me ujorët e ditëshit tetë shpërfaqja, por një nga problematikat që mund të keni pasur ose gjëra të ndryshme, duket se e keni me luan të ditëshit të dytë. Paktësi ka që është problem, por do ta zgjidhni tani. Çështjet që kanë bëjnë me bashkim familjar, duket se është shqetëtar. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht një ditë shumë të rëndësishme, por njëkohësisht edhe për kohën, edhe për momentin, juve ju ndikon dhe ju rrezaton në atë që kërkoni, pra të datës 13 janar 2026. Pashë të ndërën bashkë, unë këtë edhe njëherë, për ju që interesoni pashim të tajuar, pikërisht të butoni këtu dhe jeni gati për të dërguar mesazhin edhe për të marrë përgjigjen nëpërmjet WhatsAppit edhe Viberit për sa përket pashimeve personale individuale. Unë ju rregulla.